Lecce është mundur me shifra 3-0 nga Como të shtunën dhe rrezikon seriozisht mbijetesën në elitën e futbollit italian. Trajneri Gianpaolo ka dalë para mediave vetëm për të thënë se i merrte ai përgjegjësitë e më pas la konferencën në mes. Rolin e liderit që u përball me mediat pas kësaj humbjeje e mori Ylber Ramadani, i cili u kërkoi falje tifozëve, siç kishte ndodhur edhe në fushë kur lojtarët ishin përballur me kontestimet e ultrasëve. E kuptojmë kontestimin e ultrasëve. Për mua nuk është e thjeshtë të dalë këtu pa siguruar rezultat. I kuptojmë tifozët. Edhe ne duam të fitojmë. Nuk hymë në fushë për të humbur. Nuk arrijmë të shënojmë dhe janë golat ato që të japin pikë. E dim që na presin 2 ndeshje të vështira, por në futboll asgjë nuk është e pamundur. Të gjithë jemi përgjegjës, jo vetëm trajneri. Edhe unë marr përgjegjësitë e mia duke u shfaqur këtu pas një humbjeje. Vitin e kaluar humbëm në shtëpi ndaj Veronës dhe pastaj ja dolëm të ktheheshim. Shpresojmë të ndodhë e njëjta gjë me Atalantën. Tani duhet të lejojmë faktet të flasin. A mund të ringrihet ekipi? Sigurisht. Nëse duam të shkruajmë historinë dhe të qëndrojmë në elitë. Mbeten 5 ndeshje. Duhet të japim të gjithë më shumë duke nisur nga unë, tha Ramadani para mediave në fund të sfidës.